Etja dhe prepja do jenë 2 ditët më nxehta të kësaj jave. Të kësaj jave apo të këtij muaji? Pra që do të thotë muaji korrik si mbyllet me përsa i përket temperaturave? Jo, etja dhe prepja do të jenë 2 ditët më të nxehta të kësaj jave, sepse të martën dhe në mesjavën tjetër ne presim temperatura dhe ka sinjale që të jemi sërish në këto vlera 40 gradë, por ka shumë sinjale që mund të jemi edhe në 41 gradë, kështu që korriku do të jetë pothuajse deri në fund me temperatura mjaft të larta. Sidomos në qarqet që unë përmenda, pra Shkodra, Tirana, Elbasani, Fieri, Berati dhe Gjirokastra, do jenë gjatë gjithë kohës më të goditurat me temperaturat e larta, jo vetëm këtë javë, por edhe në javën tjetër. Kështu që qytetarët të kenë shumë kujdes përsa i përket daljeve të tyre në ambiente me temperaturat të larta, sidomos në orët të caktuara pas orës 12 dhe deri në orën 4. Duhet thënë kjo, Laila. Po, le të themi që në orën rreth orës 10:30 lëvizja në ambiente të zhveshura, ne flasim gjithmonë e theksojmë temperaturat të matura në hije dhe një 40 gradë e matur në hije është e barabartë me 46 gradë në diell, kështu që lëvizjet nga ora 11 deri në orën 3:30 apo 4 të pasdites duhet të jenë pak të kontrolluara për gjithë ata që nuk e kanë të nevojshme për të dalë, për gjithë ata që dalin për në punë të përpiqen të ecin nëpër hije, të jenë të hidratuar, të jenë me ujë me vete për ta kaluar të nxehtin sa më lehtë. Është një verë e cila ishte parashikuar që do ishte e nxehtë, deri më tani nuk na ka rezultuar shumë e nxehtë si ajo e 2023-shit që është vera më e nxehtë, jo vetëm për Shqipërinë, por në rang global. Megjithatë është një verë që është shumë e nxehtë